Shkolla mesme Osukuka ka përmbyllur muajin e frankofonisë përmes interpretimit të komedisë Panik në një park publik. Nxënësit e seksionit dëgjues interpretuan komedinë në praninë e përfaqësueses së ambasadës franceze, drejtuese të arsimit në Shkodër dhe jo vetëm. Në kuadrin e pranverës frankofone, nxënësit në të gjithë Shqipërinë organizojnë aktivitete të ndryshme dhe në sot pat me fatin të asistonim në një shfaqje të organizuar nga nxënësit e gjimnazit Osukuka të seksionit dëgjues dhe na kanë kënaqur pa mas me prezantimin dhe me shfaqjen e tyre, me lojën e tyre artistike. Teuta Çoku, drejtore e shkollës dhe mësuesja Edvalda Kuçi vlerësojnë punën e nxënësve dhe rëndësinë e aktiviteteve të tilla. Sot mbaroi muaji i frankofonisë me projektin që kishte përgatitur Gjimnazi Osukuka, seksioni dëgjues frëngjisht shqip, vënë në skenë nga profesoresha koordinatore e frëngjishtes Edvalda Kuçi. Dhe sot është me të vërtetë për të falendëruar punën e saj të palodhur dhe nxënësit e këtij seksioni për lojën aktrimin jashtëzakonisht të bukur që bën. Nxënësit e seksionit dëgjues të liceut Osukuka kanë vënë në skenë një pjesë teatrale, Panik në një kopsht publik. Në këtë pjesë, loja e tyre ishte shumë e kënaqshme dhe na ka befasuar sot. Për gjatë muajit mars janë zhvilluar disa aktivitete në kuadër të pranverës së frankofonisë.